Turin e takimeve në Ballkanin Perëndimor, ministri i jashtëm gjerman Johann Wadephul e vijoi me vendin tonë, teksa vlerësoi arritjet e bëra nga Shqipëria deri në çeljen e të gjithë grup kapitujve të negociatave. I pyetur nga gazetarët se çfarë duhet të bëjë vendi ynë më shumë për antarësimin në Bashkimin Evropian, Wadephul veçoi forcimin e shtetit ligjor dhe ndarjen e drejtësisë nga ndikimet e tjera. SPAK po bën një punë të shkëlqyer, u binda gjatë bisedës me kreun e këtij institucioni. Kjo strukturë merr mbështetje nga qeveria. Pavarësia e këtyre institucioneve e bën të besueshme dhe ndihmon avancimin drejt BE-s. Duhet punuar që të mbërrihet në situatën e ndarjes së pushteteve, të jetuar pra të reale. Sistemi i drejtësisë duhet të jetë i lirë nga çdo lloj ndikimi. Ky ka qenë edhe thelbi i bisedës me SPAK-un. Nga ana tjetër, Spiropali falenderoi Gjermaninë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Shqipërisë, teksa shtoi se imazhi i vendit tonë në të gjitha vendet e BE tashmë ka ndryshuar. Nuk ka sot asnjë vend antar të Bashkimit Evropian që të shprehet kundër integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ne jemi shumë mirënjohës për këtë, ashtu siç dhe situata që ju përmendët si ka ndryshuar në disa prej vendeve që mund të kenë qenë më euroskeptike më parë, sot është një situatë krejt tjetër ku Shqipëria ka pa diskutim një reputacion tjetër. Por a është gati Shqipëria të heqë dorë nga veto në këmbim të antarësimit të shpejtë? Për këtë Spiropali theksoi se nuk është kohë e duhur për të folur, teksa shtoi se vendi ynë do të bëjë të gjitha përpjekjet për përmbushjen e të gjitha detyrave në procesin e integrimit.